Zona Tabaku. Po, falemderit zoti kryetar. Meqense ministria ka shifrat e rritjes së GDP-s, a e ka parë ministria që sot forcën kryesore shtytëse në ekonomi e kanë rritjen e shpenzimeve qeveritare, rritja e pagave në administrat, që e ka ndërtimi, a e ka parë ministria që pesha e bujqësisë ka rënë nga 20% në 16%, a e ka parë ministria që sot po mban vetëm ndërtimi në të gjithë sektorët privat dhe të gjithë sektorët dhe të gjithë të tjerët janë në rënje? A i vërre këto ministria që po hidhen produktet e bujqësisë në rrugë? A i vërre ministria që një sektori tërë i fasonve me 175.000 punonjës sot po mbyllet është në paralizë? A i shikoni këto apo jetoni në një realitet paralel, që nuk ka lidhje me atë që përjeton ekonomia shqiptare? Këto janë shifrat e ekonomisë shqiptare, se çfarë thua tutje një 2020-2021, sepse të paktën këtu në këtë parlament ne kemi pas mundësinë, nuk binim dakord për shifrat me socialistët, nuk binim dakord për politikat me socialistët, po të paktën bënim një debat përmbajsor. Tani nuk kemi më mundësinë as debatit. Sot shqiptarët janë larguar dhe ti ke filluar që të marrësh punonjës nga India, nga Pakistani, nga Bangladeshi dhe ti e konsideron këtë mburrje për ekonominë shqiptare. Janë larguar 1.2 milion shqiptarë dhe ti mburresh që po importon nga jashtë, ndërkohë që eksporton shqiptarët i çon jashtë. Kjo është mburrja që sot ka qeveria shqiptare. Po për këtë duhet ulni gjithë kokën e të kërkoni ndjes shqiptarëve. Ti kërkoni ndjes që jeni arsyeja kryesore që sot po shpopullohet Shqipëria. Faleminderit.